Rikthehemi në klubin e mëngjesit, miq dashur, ishte Beautiful Lie. Tani dua që të tregoj pak të historinë e vogël që ju përmenda pak më parë për David Lay. David Lay është nga Kanadaja dhe është një trajnues i studentëve kantos atje në Kanada, i cili ka gjetur një metodë për t'i ndihmuar zonjat dhe zotrinjtë e rinj që po mësojnë kanton. Për të arritur nota më të larta. Dhe për këtë David Lay përdor ka gjetur një metodë lodra seksuale. Vibrator është çfarë përdor. Kjo ishte për të ngrohur bajamen se kam patallje. Shikoni, Universiteti i Albertës në Kanada është një institucion shumë i rëndësishëm dhe shumë serioz. Ata thonë që vërtet mund duket si shaka, thon ata, por metoda me vibratorin personal që David Lay përdor për të ndihmuar me kordat, heqjen e tensionit, çfarë ai ka gjetur që vajzat shpesh kanë shumë tension në fyt pikërisht aty te kordat vokale, edhe ky po mendonte. Kisha një ditë tregon që kisha një ditë një vajzë që erdhi aty dhe më vrisë kështu, David, s'kam zëm ka ikur zëri. Ç'kan ndodhur i tha ky? Au kuptova, tha që kishte një tension shumë të madh në gryp. Edhe po vrisja mendjen thash me çfarë ja heq unë këtë tension. Ky tha, e gjetëm zgjidhjen tha. Edhe rritja jo. Kjo ishte kam vështirë. Po ta shikosh edhe shkencërisht ata kanë arritur që ta tregojnë në tingullin të madh. Po. Shikoj se çfarë ndodhi, është gjitha e studiuar deri në detajet më të vogla. E ku i dihet se ç'do të bëj tjetër zoti David Lay. Megjithatë ai premton që do të përdor deri tani vetëm këta më falni se kur flasim vibrator nuk flasim për janë këto të vegjëlit, janë të vegjëlit. Që nuk Sikleti i madh është ajo që mban ai në dorë. Është për përdorim të jashtëm, po themi. Nuk. Jo, po. Kujdes. Universiteti i Albertës. Universiteti i Albertës. Po vërtet interesante kjo, përderisa ka dalë njerëzit ja kanë arritur të këndojnë bukur. Po tani ai shkon nga, domethënë kap një oktavë më lart, vetëm sepse i bën masazh me dridhje fytit.